Mirë, ne në këto momente do të rikthejmë vëmendjen e informacioneve tona nga ato informacione që na vinë nga vendi dhe konkretisht nga terreni dhe në shkollat, ku shkolla në fakt është laike dhe nuk duhet të promovoj fe të caktuara, as të mësoj doktrina fetare, por një gjë e tillë duket sikur se ka ndodhur vetëm pak ditë më parë në shkollën 9-vjeçare Gustav Mahler. Unë kam në një lidhje të drejtë për drejtë gazetaren Sonila Musajin, të cilën e falenderoj shumë dhe po ndjek rastin nga afër. Sonil, mirëmëngjes, nëse më dëgjon dhe çfarë dim deri më tani për këtë çështje, si është denoncuar mësuesi, çfarë predikonte ai në shkollën 9-vjeçare? Të përshëndes, Lili. Në fakt ne ndodhemi pikërisht në shkollën ku mësuesi anglishtes prej kohësh predikonte fen, konkretisht për Jehovajin, duke ju thënë nxënësve që nëse vdisni do të ringjalleni. Në fakt deklarata që nga vetë nxënësit në fakt është mësuar më pas edhe prindrit, të cilët e kanë ngritur shqetësimin në drejtori. Sigurisht pas verifikimit të rastit, mësuesi është pushuar nga puna, por kjo situatë sigurisht ka shqetësuar tej mase edhe prindrit. Kjo është shkolla në fakt ku mësuesi i anglishtes ka predikuar fenë e Jehovait gjatë orëve të mësimit me nxënësit. Kanë qenë pra dëshmite e vetë nxënësve, pra duke ju treguar prindërve të tyre për atë çka mësuesi bënte në orën e mësimit, duke dhënë pra mesazhe rreth fesë Jehovait dhe jo duke zhvilluar programin mësimor, duke i vënë sigurisht edhe fëmijët në konfuzion. Janë ankesat e paraqitura, unë e thash, nga vetë mësuesit, nga vetë prindërit tek mësuesit, ku më pas është pushuar mësuesi duke cilësuar këtë veprim si shkelje e rënde rregullore. Ndërkohë duhet theksojmë që vetë prindrit, paktën unë pata një komunikim me disa prej tyre, janë të shqetësuar, edhe pse në fakt janë vetë prindrit të cilët janë interesuar vazhdimisht pra tek shkolla sa i përket këtij rasti, dhe ende në fakt nuk kemi një informacion nëse mësuesi do të procedohet penalisht. Është kjo të fakt ajo që kërkojnë vetë prindrit, që mësuesi jo vetëm të pushohet nga puna, por edhe të procedohet penalisht për këtë veprim që ka bërë. Nga ana tjetër duhet të theksojmë që psikologët e konsiderojnë këtë si të dëmshme në zhvillimin emocional, por edhe psikologjik të fëmijëve, pasi është mosha që këta fëmijë në fakt ende nuk kanë aftësinë për të dalluar bindjet e tyre dhe kjo gjë në fakt i dëmton rënd. Në ditën e sotme situata duket e qetë, nuk ka ende paktën një informacion qoftë edhe nga vetë shkolla nëse këtë rast pra e kanë referuar pranë organit të akuzës, ku mësuesi anglishtes tashmë i pezulluar të procedohet penalisht. Dhe ti ke biseduar edhe me ekspert të arsimit, pra cilat janë mekanizmat e sistemit për të parandaluar një mësues apo çdo punonjës të sistemit arsimor që të predikoj një fe të caktuar në ambientet e shkollës, sidomos në orarin e mësimit. Mbi të gjitha tek fëmijët 9-vjeçar, edhe pse nuk bëhet diferencime qoftë ajo një shkollë 9-vjeçare apo edhe një shkollë e mesme. Patjetër që rasti, Lili, ka alarmuar jo vetëm ekspertët e arsimit, prindrit, por gjithë shoqërinë, pasi vetë psikologët thonë që kjo gjë mund të ndikojë edhe në gjendjen emocionale të fëmijëve, duke qenë se ende nuk janë të aftë për bërdallimin, sakaq që ekspertët e arsimit shprehen se duhet të ketë një filtr në tek mësuesit të cilët japin mësim, dhe her pas here duhet të ketë kontrole dhe monitorime për sa i përket punës
të mësimit që vetë mësuesit bëjnë. Është sigurisht një rast i rëndë ku ekspertët e arsimit thonë se mësuesit duhet ta dinë, ashtu në fakt siç përpara se të vinë të japin mësim e din, por duhet ta zbatojnë që një mësues duhet të ndajë pra çfarë din nga ana profesionale dhe çfarë ai mendon vërtet, pra bindjet nga ana profesionale dhe personale duhet i ndaj në orën mësimore.